Kështu pra miq të dashur, jemi rikthyer sërish në studio pasi që ndoqëm fleshin informativ, besoj që u informuat qartë dhe saktë me atë se çka po ndodh në botën përgjithësi, në vendin tonë veçanti, në për atmosferat e ndryshme që dham pak më herët dhe të interpretimin e tyre. Megjithatë, jemi në pjesën e dytë e emisionit tonë, në orën e dytë të saj dhe pikërisht në të momente është koha për të pasur të ftuarin për ditën e sotme. Besoj që bisedat të cilën do ta kemi sot në studion e emisionit tonë do t'ju shërbej të rinjeve në veçanti, ose thjesht thënë atyre të cilët tashmë i kanë marrë pushimet shkollore ose që do t'i marrin për shumë shkurt kohë dhe mendojnë se pushimin duhet ta kalojnë vetëm duke qëndruar në shtëpi, duke u argëtuar, duke hequr atë stresin të cilën e kanë pas gjatë gjithë vitit. Por jo, miq të dashur. Sidomos ju të rinj, të cilët po na ndiqni këto momente nga ekrani televiziv, ju duhet merrni hapat konkret për të ndërtuar të ardhmen e juaj, për një personalitet në vete. Megjithatë, ne do të flasim për arsimin jo formal, për atë që nuk është obligative, por që në një farë mënyrë është obligative për të gjithë ne. Sidoqoftë, do të flasim për organizatat e ndryshme të cilat janë në vend, për përparësitë të cilat jepen, për mangësitë të cilat i kanë këto organizata dhe për shumë çka tjetër. Kështu që qëndroni së bashku me ne sepse në studio kam Bujar Bilanin. Përshëndetje, mirë se erdhe Bujar. Mirë se ju gjeta. Faleminderit që je pjesë e emisionit tonë, besoj që je komod, je rahat dhe për dallim ditëve tjera kur zgjohesh mëngjes dhe i bën ato punët obligative të cilat i ke nëse mund të themi, sot je së bashku me ne dhe me shikuesit tanë nga ekrani. Pikë se pari është nder për mua të jem pjesë e këtij emisioni dhe nder që më është dhënë mundësia që të motivoj kolegët e mi, gjithashtu edhe shkollarët që të vazhdojnë, Po, kemi përzgjedhur një temë interesante sepse pikërisht gjatë kësaj periudhe vijojnë pushimet dhe të rinjt zakonisht mundohen që ndoshta të prehen nga ajo që e kanë kaluar si stres gjatë gjithë periudhës së një viti dhe gjithçka që atyre ju shkon ndërmend ndoshta janë pushimet, janë çlodhjet. Por në fakt, ajo pjesa e arsimit jo formal luan një rol të rëndësishëm tek ta dhe tek ne në përgjithësi. Ne po flasim për ta në vetën e dytë sepse tashmë ndoshta ne e kemi kuptuar sepse edhe vetëm po e bisedojmë këtë pjesë. Megjithatë, ne do të flasim nga përvoja juaj të cilën e keni pas deri tash, ndoshta mund ta jepni edhe një opinion të gjerë për gjithë moshatarët e juaj rreth arsimit jo formal. Sigurisht. Arsimi jo formal, është pjesë e editorisë të një studenti, më saktësisht duke e cekur se në arsimin jo formal nuk e kemi atë sistemin regjimor që e kemi në universitetet, shkollat e mesme, apo dhe shkollat fillore në të cilët vijojnë mësimet ata, duke cekur se arsimi jo formal është ai i cili hap rrugë të reja. Ditoria, sipas meje si student, është një shteg i cili nëse vijohet vetëm sipas regjimit universitar, atëherë është e mangët. Ndërsa nëse e vijojmë atë edhe në arsimin jo formal, duke marrë pjesë në për organizatat ndryshme, klubet librit, organizata bamirëse, apo çfarëdo qoftë organizate e cila sjell beneficione tek ne dhe tek shoqëria jonë. Në fakt pak më herët e potencove vetë se atë pjesën e asaj që është i mangët nëse e ndjek vetëm atë regjimin të cilën duhet në fakt shkolla fillore, shkolla e mesme ose ato universitare. Por në fakt sa mund të jetë një i ri suksesshëm nëse vetëm e ka këndvështrimin e gjerë në atë pikpamjen e asaj që vetëm po studion ose po mëson dhe me asgjë tjetër se çka ndodh rreth tij, në këto arsimet jo formale nuk është interesuar. Për pikëshmëria e një studenti, në drejtimin studimor të cilën ai e vjen, nuk është duhet sikur se i sjell sukses individit në fjalë, por duke i sjell sukses në atë sferë, ta zëm në ekonominë, politikë apo ndonjë sferë tjetër, atëherë le të mangët në shumë sferat tjera, kështu që në përballjen e tij me realitetin, ai në një farë mënyrë mbetet i stagnuar. Po, në fakt dua që unë dhe shikuesit tanë të informohemi rreth organizatave në cilët ke qenë pjesë dhe diçka rreth atyre më gjithësisht të informohemi edhe ne. Ndoshta edhe miqtë tanë të cilët po na ndjekin në këto momente nuk e dinë, nuk e kanë idenë se ekzistojnë organizata të tilla, se japin përparësi të tilla që ofrojnë do të thotë kushte të mira për të mësuar ndoshta të rinjt në përgjithësi nga ata. Urdhënohet për ju. Deri tani kam qenë pjesë e disa organizata, shumë organizata në fakt,
kanë qenë organizata humanitare, ekologjike, gjithashtu të bazuara mbi diturinë, për shembull akademi të ndryshme, klube të librit ose kornere të ndryshme, të cilat kanë ndihmuar nga njëna anë dhe me rritjen e diturisë tek unë si individ, por edhe me domethënë ballafaqimin me realitetin. Cilat janë ato organizata në cilat ke qenë pjesë? Domethënë po filloj prej American Corner Tetovo, ku jam qenë pjesëtar në shkollën e mesme, kam vijuar domethënë te American Corner në Shkup tani. Gjithashtu kam marrë pjesë në për organizata të ndryshme që kanë të bëjnë me diturinë. Njëra është dituria, përparimi, tani ka dhe akademi të ndryshme, të ceku Akademi Shkupi 2017 që bëhen nga organizata Feta FND, ose dhe akademi të ndryshme, për shembull Akademia Diplomatike nga Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik dhe Akademia për Kodim dhe Programim. Po, edhe përveç do të thotë përfitimeve intelektuale, siç e potencuat edhe vetë, a mendon që organizatat japin diçka plus asaj? Sigurisht, domethënë përveç ngritjes së intelektuale, organizatat tek ne japin dhe socializim. Në fakt mundsojnë ta zhdukin problemin e cekur më lart. Sipas meje, socializimi është ajo forca fillestare shtytse për të rrëzuar ato barikadat që i kemi si problem teksa bëjmë shprehjet publike. Dhe në fakt nuk është që në për universitet ose në për shkollat e mesme nuk ka shumë nxënës, nuk ka shumë student, nuk ka shumë rini, por ndoshta pse jemi të përqendruar në atë se ne duhet të mësojmë, kemi ardhur për dëgjuar diçka shumë që na nevojitet neve dhe se nesër nuk ka kush ta bëj po të njëjtën. Edhe më tepër përqendrohemi në ato ligjëratat, në ato gjërat sesa socializimit dhe ndoshta në për këto organizata kemi pak më tepër hapësirë, jemi më të lirë, mund të socializohemi në mënyra të ndryshme duke bërë lojra ose diçka të tillë? Sigurisht, lojrat janë dhe pjesë ose fazë motivuese e këtyre organizatave, më saktësisht për shembull në universitetin në të cilët i vijojmë studimet, shoh këtë në përditshmëri se grupet të studentëve ndahen në grupe të vogla për shembull, diku 5 apo 7, më së shumti 10 veta, ndërsa përderisa merr pjesë në një organizatë, qoftë ajo e bazuar në ditori apo diçka tjetër, ose qoftë ajo edhe në gjuhët, atëherë shprehja yte si në gjuhë, domethënë si në analizimin e librave apo si në palosjen e projekteve ndryshme, t'jep lirim nga një anë dhe emocional, i cili është një prej bazave të studentëve, mendoj sipas mendimit tim, gjithashtu t'jep dhe një pikpamje tjetër apo ta shohësh realitetin me një diapazon të ndryshëm nga ai i cili e sheh përderisa je i përqendruar në studime. Dhe a mendon se ende ne druajmë ose të rinjt në Maqedoni në përgjithësi druajnë nga komunikimi ose nga shprehja e lirshëm, ende i kanë atë frikën se ndoshta mund të gabojnë dhe si e cilësoni ju këtë? Ndoshta gabimet janë njerëzore dhe jo që unë nuk i bëj, dhe kështu që çdo herë kërkoj falje për ato lapsuzet e cilat ndodh që ti bëj shumë shpesh, sepse tek e fundit ne jemi njerëz dhe nuk është që jemi të përsosur të gjithë, qofsha unë, qofshi jo, se kushdo qoftë në këtë jetë. Por ato e kanë atë druajtjen se ndoshta mos mund gabojnë, ndoshta nuk ja qëllojnë, ndoshta thjesht e dinë të gjithat pikpamjen të cilën ata duan ta thonë, por e ngurojnë disi. Pse? Sipas konsideratës time si student, është mëse e saktë se shprehja e lirë është pak e bllokuar tek ne si student, domethënë si liderët e një të ardhme më të mirë. Atëherë shfaqja në publik siç e çeka më para është njëra prej tyre, por duke u bazuar dhe për shembull mentaliteti i cili gjendet individin në fjalë dhe kalimi i tij në një mentalitet tjetër, mund të jetë edhe kjo një arsye tepër e rëndësishme për lapsuset ose siç thotë mangësitë që i bëjmë derisa shpalosim diçka, bëjmë një analizë libri apo dhe bisedojmë domethënë me audicionin me student.
me kolegët tanë. A mund të ketë komunikim të mirë dikush që ndoshta nuk është i pajisur mirë me dituri? Sigurisht, do me thonë, dituria është çelësi i gjithë shkas. Duke cekur se dituria nuk merret vetëm në edukimin formal, do me thonë, merret dhe në edukimin jo formal. Shpalosim që dituria nuk ka fund. Dhe dituria është shkak ajo e cila na ndihmon neve të ndërtojmë veten si nga ana e jashtme, po ashtu edhe nga ana e brendshme si individ. Po do ta marrin këtë anën e kundërt, do të thotë ka edhe disa njerëz të cilët nuk është që dinë shumë, nuk është që kanë përfitime të mëdha nga ajo që janë duke e thënë ose ku e diun çfarë, por të paktën e kanë një karizëm interesant të cilën mundohen që ta shprehin tek dikush dhe dikush tjetër e merr shumë lehtë atë. Ekzistojnë njerëz të tillë? Sigurisht, pajtohem plotësisht me ju që ekzistojnë njerëz të tillë, por ndoshta ajo është një nga karakteristikat e veçuara të personave në fjalë. Mund besohet se ato i kanë fituar ato lloj karakteristikash jo për shembull duke studiuar apo lexuar, më saktësisht duke u argëtuar ose duke shikuar ndonjë film diçka që ka ngjall interesim te këto karakteristika të veçohen te personaliteti i tij. Por nga ana tjetër, krijimi i personalitetit, kthejmë përsëri tek dituria, krijimi i personalitetit tek një individi, qoftë ai student apo edhe pas studimeve, do të thonë bazohet në dituri, në leximin e librave, në angazhimin permanent në shoqëri, në angazhim në organizata të ndryshme, në klubet librit, organizata të cilat ose shoqata që janë përgjuhë e shumë gjëra tjera, sipas meje. Dalim në anën tjetër tek ligjëratat, tek ligjërimet të cilat profesorët na i bëjnë shumë shpesh në për organizata të ndryshme. Çka më tepër të pëlqen dëgjosh përderisa ata ligjërojnë dhe a ke ndonjë model të ndonjë profesori, duke mos i fyer të tjerë ndoshta se nuk e kanë kryer punën e tyre siç duhet, por të paktën ndoshta juve ju pëlqen më tepër ajo që ai e ka ligjëruar ose diçka ngjashme, ta ndërlidhim pak. Lista është tepër e madhe, por do kisha përmendur disa profesorë të cilët janë me renome dhe janë pjesë e shoqërisë tonë. Një prej tyre është profesor doktor Shener Bilali, i cili është ka qenë pjesë, domethënë, e akademisë diplomatike tek fakulteti ku unë studioj. Gjithashtu do përmend edhe profesorin e nderuar Muhammad Khan Nur Yazidi, i cili është nga Bangladeshi. Unë personalisht nga ai profesor kam përfituar shumë. Gjithashtu do kthehem dhe përsëri tek ne, domethënë jashtë sferës ndërkombëtare, do kthehem tek profesorët që i kemi brenda në shoqëri. Unë kam përfituar gjithashtu dhe ka profesorë të cilët janë me renome dhe shumë të nderuar, si për shembull Ali Pajaziti, Musa Musai, ka dhe shumë të tjerë, po lista është tepër e gjatë në fakt. Do kisha parapëlqyer të përmend të gjithë, por po e lëm për një herë tjetër. Sigurisht që po, sepse të gjitha ato mundohen që vazhdimisht sjellin atë më të mirën nga vetja e tyre për të marrë ne, për të përfituar ne nga ata, dhe ne mundohemi që vazhdimisht ndoshta të marrim, sado që mundohemi paksa ndoshta, por megjithatë ata janë shumë, si themi, janë shumë shoqëror me ne dhe mundohen që vazhdimisht ta nxjerrin në patë që ata e dinë dhe që ne ta përfitojmë, po sa ne përfitojmë ato, ngele do të thotë tek zotësia jonë në përgjithësi. Po cilat janë temat të cilat për juve janë më interesante, ju më tepër i kapni, ndoshta ato të cilat i keni në studime dhe ju përputhen më tepër? Sigurisht, domethënë gjatë inkuadrimit në akademitë ndryshme ose klubet e librit, ose dhe debatet që kemi pasur, ndërmjet studentëve dhe profesorëve, edhe pse konsideroj parapëlqimin që kam për sferën e ekonomisë dhe ato të politikës, kam përfituar sepse për mua, si student, ka qenë e panjohur sfera e psikologjisë dhe shumë sfera të tjera, domethënë që ndërlidhen dhe nevojiten për mua si student në jetën reale. A mendon se neve në përgjithësi në Maqedoni të rinjeve na duhet ende kohë për të pasur një komunikim të mirëfill dhe për të mos dalur në gjendjen e kodeve tek
tek njerëzit në përgjithësi, sepse shumë shpesh ndodh që njerëzit flasin me kode ose thjesht nuk them me kode, po me ato mimikat, me gestikulacionet të cilat japin shumë për dëshiruar, por në fakt ne jemi shumë larg nga ajo. Përdorimi i metaforizmave përderisa bëhet një debat ose më saktë bëhet një shpalosje, një projekti ose diçka e tillë ose një bisedë thjesht mes një grupi studentësh, mëse e saktë se gestikulacionet janë ato të cilat ngarkojnë pozitivitet tek individët e caktuar, por duhet cekur se ne kemi mangësi dhe këtu dhe se shpresojmë se metaforizmat gjatë bisedave, debateve, do me thonë shfaqjeve në publik, me audicion, e shumë gjëra tjera do shtohen, sepse unë besoj se shumë kolegë të mi, do me thonë si unë, kanë talent për gestikulacione dhe qëndrime të ndryshme përderisa bëjnë shpalosjen e projekteve të ndryshme, apo dhe debate dhe gjëra të tjera. Kjo pjesa e gestikulacioneve luan shumë rol të rëndësishëm të ne këtu në media. Duhet jemi shumë dhe të praktik në këtë pjesë, dhe për atë duhet që më tepër ndoshta të vëhet në funksion kjo pjesa që e potencuam. Por në fakt edhe pjesa e leximit nuk është shumë e mangët këtu tek ne, sado që ndoshta munduemi ta ulim veten, ne nuk jemi edhe shumë keq të themi, por nuk jemi edhe shumë mirë, të duhet ta kemi parasysh. Vetë fakti që kemi mungesë shumë bibliotekave, mungesë të bibliotekave, sepse ekzistojnë shumë pak në vendin tonë, tregon se ne nuk jemi lexues të mirë, lexues të rregullt, sepse nëse do të ishte ashtu, ne do të protestonim dhe do të kërkonim të drejtat e tona të cilat na takojnë. Megjithatë, ne tash do të flasim rreth librave të cilat i keni lexuar nëpër grupe, diçka që më tepër ju ka pëlqyer, diçka që duhet shtuar në këtë aspekt. Librat, do të thonë lista e librave të cilën e kam lexuar, më saktësisht gjatë këtij viti është kogja e majme, kogja e gjatë, po do kisha cekur disa, për shembull libri nga Francesca Beruzzi, Gjelati, Bija e mallkuar, nga Emilia Rosberg, Qytete dhe qytetërime nga Ahmet Davutoglu dhe shumë të tjerë. Përshtypja më e madhe që më ka lënë është libri i fundit, cili e kam pasur në dorë, ka qenë ai i Ahmet Davutoglut, ku Ahmet Davutoglu, do me thonë autori në fjalë, përshkruan në një mënyrë spektakolare dhe të ngjallë endjen njerëzore, studentore që t'i analizosh qytetet në përgjithësi, sepse qytetet janë ata të cilët ndërtojnë një civilizim, e pjesë e civilizimeve dhe qyteteve jemi ne pikërisht. Po, dhe pikërisht këtë debat librit kemi pasur të shtunën, nëse nuk gabohem, në klubin leximor të shoqatës Feta Efendi. Si ishte atmosfera aty, kishte mendime të shumta, na trego pak a shumë atë ndjesinë e vetë lexuesve kur edhe shpreshin lidhje me këtë libër. Gjatë debateve të librit, jo vetëm tek Akademia Shkupi 2017, tek shoqata e Feta Efendiut, por edhe në shoqata tjera të ndryshme, ku ka marrë pjesë emocionet tek studentët për të shpalosur atë të cilën e kanë kuptuar nga një libër i caktuar, qoftë ai për shembull i Ahmet Davutoglut, Qytete dhe qytetërime apo Qytete dhe civilizime dhe librat e tjerë, Bija e mallkuar e shumë të tjerë me radhë, ose ta zëm Tortura kineze e shumë të tjerë me radhë, japin diçka të re, për shembull ideja ime personale si student mund të ngjeshet me personin tjetër. Nga kjo kataklizm e ngjeshje të mendimeve përfitoj dhe unë, po dhe të tjerët. Kjo është benefiti më i madh, edhe pse shumica mendojnë që me ballafaqimin me personin tjetër në fjalë ose me kolegun tjetër në fjalë, a ndoshta gabimi ishte mendimi që e dhashon, a ndoshta o prek ai. Këto gjithmonë ekzistojnë, po në fakt pozitiviteti dhe beneficionet që miren në për debatet e librit janë tepër të mëdha. Lypet kohë të përshkruhen. Dhe vërtet është interesant kjo pjesa kur ti e thua mendimin tënd dhe del kolegu tjetër që e thot të tinë dhe ti mendon unë shumë gabim pas kam folur. Më mirë mos e kisha thënë ose vjen përsëri ndesh me atë mendimin pak më parë që e potencuam. Në përgjithësi, këto anët pozitive të cilat i kanë këto organizata dhe që luajnë rol të rëndësishëm përgjithësi në jetën e gjithë secilit të ri këtu në vendin tonë, mund që të ketë ndoshta edhe anë negative, nëse i ke cilësuar ato.
Sigurisht, do me thonë, çdo gjë ka pozitivitetin dhe negativitetin e saj, e duke cekur se edhe pse negativiteti sipas meje si student është më i vogël nga ana pozitive, sepse në anën pozitive përveç se njohja dhe socializimi i unë me persona të tjerë, me kolegë të tjerë, me profesor të cilët ndoshta nuk do na ishte dhënë rasti ti takonim ata gjatë studimeve tona në universitetet e caktuara ku studiojmë, si negativitet e shoh pikërisht ato që e ceka më lartë, ndarjen e grupeve të studentëve, do me thonë, ne marrim pjesë në për klubet të librit, shoqata, apo qoftë edhe akademi, por një të mirë të përbashkët, le të jemi bashkë, le të bëjmë mirësi të gjithë, dhe kjo është rrugë ndaj suksesit, gjithashtu duke ja bashkuar dhe diturinë. Besoj që ja dhe mesazhin e dur gjithë atyre përfaqësuesve të organizatave të ndryshme, le të marrin ndoshta si koment, si vlerësim, si nuk di çfarë, po si këshill dhe kështu me radhë. Megjithatë, këto organizatat në përgjithësi japin ndoshta edhe kurse falas për të mësuar gjuhët e tjera të huaja përveç shqipes dhe maqedonishtes që ndoshta e kemi obligative për ta ditur. Si e vlerësoni këtë nga ana e organizatave dhe sa mendoni që të rinjt në përgjithësi kanë dëshirë, kanë ambicie për të arritur dhe për përfituar edhe nga ky këndvështrim? Kjo në fakt është një lloj strategjie e cila respektohet shumë nga ana ime personale, sepse organizatat e tilla që kanë strategji të tilla, do me thonë, duke i ndihmuar studentat, qoftë duke ju dhënë kurse të cilat janë pa pagesë, apo dhe bonde të ndryshme në mënyrë të librave, ose ekskurzioneve, ose gjërave të tjera, ngjallin interesin tek studenti, tek nxënësi, ose edhe tek shkollari i shkollës mesme. E nëse ngjallet interesi, atëherë motivimi për të kërkuar, gërmuar dhe për të angazhuar më shumë, për të shtyrë, do me thënë, dijen në një nivel më të lartë, shtohet tek studentët, tek nxënësit apo tek shkollarët e shkollave mesme. Dhe Bijan e kemi shumë për të folur, por kohën e kemi të limituar, sepse të rinjt në përgjithësi duen që ndoshta trajtohen pak më tepër dhe bisedohet më tepër për to, të motivohen më tepër, ndoshta edhe për të nxjerrur në pat atë punën të cilën e bëjnë, kështu që unë falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe besoj që takohemi sërish gjatë gjërave të reja të cilat do të na ndodhin në jetën në përgjithësi dhe që do takohemi sërish në ekranin televiziv. Faleminderit shumë. Kënaqësia ishte jona. Gjithashtu. Në ndërkohë kërkojmë një shkëputje dhe më pas rikthehemi sërish në studio për të vjuar.